Zona muzeale e Gjuadolit edhe pse ndër më të rrallat në Shkodër sa i përket vlerave arkitektonike që paraqet, vitet e fundit po përballet me vështirësi të shumta, ku një ndër sfidat kryesore është amortizimi tej skajshëm i godinave, një pjesë e tyre të shëmbura apo në rrezik shëmbje. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Shkodër ka punuar në këtë drejtim për të shkuar drejt gjetjes së zgjidhjeve të përshtatshme për rikonstruksionin e kësaj zone, por dhe të banesave të dëmtuara që janë monument kulture në Shkodër. Drejtoresha Amila Gjurezi thotë se po punohet në këtë drejtim si me familjarët, ashtu edhe me institucionet përkatëse, por vështirësitë mbeten të shumta për shkak të specifikave që paraqesin këto objekte, pasi kanë bashkëpronësi. Nga ana e drejtorisë tonë, objektet që paraqesin pra rrezik të lartë për degradim apo shembje janë identifikuar në një hartë virtuale. Kemi përgatitur propozime konkrete, pra stafi teknik të stafit për ndërhyrje të plota në ato raste ku gjendra strukturore është mjaft të rënduar. Si dhe kemi përfshirë një sër objektesh me prioritet të lartë në planet e investimeve dhe restaurimit në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore. Sfidat mbeten të shumta, sepse për sa i përket edhe qendrës historike, po dhe gjithë pra zonës së mbrojtur, një nga problemet më të nënlikuar për që gjejmë vështirësi lidhet me banesat monument kulture, kjo është mjaft, sepse shpesh kemi të bëjmë me shumë bashkëpronar, përfshi edhe persona që jetojnë jashtë vendit, që në një farë mënyrë janë pjesë familjar pra të monumentit, ose mund të jenë edhe pa identifikuar. Kjo është një nga vështirësitë. Gjurezi rëndit edhe sfidat që kanë në tërësi monumentet e kulturës në vendin tonë, ku në qarkun e Shkodrës 4 janë shtyllat kryesore që evidentohen si më shqetësueset dhe që po punohet në këtë drejtim për të gjetur zgjidhje sa më të duhura. Ndërhyrjet e palishme dhe presioni urban, edhe këtu prap flas për zonën historike të qytetit të Shkodrës që janë shpesh të ekspozuar ndaj ndërtimeve pa leje apo ndërhyrjeve që nuk respektojnë karakterin historik të zonës. Prandaj Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë po punon ngushësisht me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë dhe me YMT-n dhe pushtetin vendor për të forcuar kontrollin dhe për të ndaluar degradimin. Një pikë tjetër është mungesa e ndërgjegjësimit të publikut dhe aktorëve lokal. Shpesh shumë herë monumentet shihen vetëm si struktura fizike dhe nuk kuptohet vlera tyre e identitetit kulturor që kanë. Jemi fokusuar në edukimin e publikut, veçanërisht të rinjve, fëmijëve, aktivitete kulturore do të ketë mjaft, 2025 pra është mjaft e përfshirë edhe Kala e Rozafo, po gjithë pjesa historike e Shkodrës. Një pikë tjetër është koordinimi ndërinstitucional që quhet mjaft me rëndësi, pra këtu përmend Institutin Kombëtar të Trashëgimisë dhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që janë dy institucionet tona superiore. Krijimi një platforme të përbashkët për planifikim dhe vendimmarrje të ishte një hap mjaft pozitiv. Turizmi masiv, që është pika 4 që për mendimin tim është një pikë tjetër, një sfidë, sepse jemi në këto rritje, pra kemi arritur në këto numra vizitorësh, edhe duhet jemi të kujdesshëm tani për turizmin masiv. Zona muzeale e Gjuadolit mban peshën më të madhe të gjallërisë në këtë sezon turistik, veçanërisht gjatë orëve të natës, por edhe në pjesë të ndryshme të ditës, ku vizitorë të shumë dhe kryesisht turistë të huaj preferojnë të shohin nga afër vlerat arkitekturore që ajo përcjell, por përgjatë kësaj rruge karakteristike janë rreth 15 ndërtesa qindra vjeçare, të cilat po shkatërrohen për shkak të mungesës së ndërhyrjes.